Ne e kemi idenë që Kosova nuk e ka vetëm një rrëfim për të treguar, por më shumë se kaq. Hay una historia de Kosovo que se está contando a través del cine. Çdo ide që forcon qëndrueshmërinë demokratike dhe që promovon vlerat tona të përbashkëta. Kemi dashur që mi përdor filmat si një platformë të shkëlqyer për me analizu rrëfimet e Kosovës, vetë prezentimet dhe kulturën si fuqi e butë. Edhe kemi pas synimin që të nxitim diskutime për mënyrat e ndryshme, të cilave, domethënë, përmes letërsisë, përmes festivaleve, përmes teatrit, kinematografisë, edhe neve studiuesve na ndihmon me kuptu pak më mirë Kosovën. Ne e kemi idenë që Kosova nuk e ka vetëm një rrëfim për të treguar, por më shumë se kaq. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de soft power muchas veces pensamos en nuestra cultura viene simplificada, viene estereotipada. Y parte de las motivaciones de este trabajo, que aparte tenía que ver con tratar de entender cuál es el Kosovo, hay una historia de Kosovo que se está contando a través del cine, es tratar de lidiar con esos estereotipos, esas simplificaciones para ver cómo cambiar la historia. Y nosotros partimos de una premisa que es, esas historias se pueden cambiar, pero tenemos que ser muy conscientes de cuál es el mapa desde el cual se parte. Yo creo que nos queda lo disruptivo. Yo creo que nos queda de alguna manera la capacidad de decir, bueno, hemos identificado que sí, que existe un tipo de historia, que es un tipo de personaje, un tipo de registro, que hay una manera de hacer cine aquí, que por lo menos dentro del corpus que hemos analizado, que merece mucha atención y que merece que las personas que venimos de afuera prestemos atención a lo que está ocurriendo con el panorama cinematográfico kosovar. Janë dy pika kryesore, është hulumtimin, të cilin ne e kemi sponsorizuar, sepse na ka provokuar që është interesant me shiku si rrugë se a mund të punohet edhe ne me aktivitete tjera në atë ndryshimin e madh shoqëror që ne po kërkojmë, tu besu fuqishëm në fuqinë e butë që si vegull apo si arsenal i mirë që duhet përdoret për ndryshime pozitive. Kjo buron nga misioni ynë që ne aspirojmë të krijojmë një narrativ pozitiv për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prandaj ne mundohem të përkrajmë çdo ide që forcon qëndrueshmërinë demokratike dhe që promovon vlerat tona të përbashkëta.